أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Të dashur dhe nderuar vëllezër të pranishëm në këtë xhami, vazhdojmë me këto mezhlise dhe këto shëtitje në këtë kopsht të burrave të devotshëm, i përmbledhur nga njëri prej kolosëve të Islamit, njerëzve që pas vete kanë lënë një dije të madhe, nga e cila dituri përfiton i gjithë ummeti Islam që nga koha e tij gjerë më sot, dhe do vazhdojnë musliman të përfitojnë derisa të ketë besimtar mbi këtë tokë. Jemi në librin Riyadus Salihin, vepër e Imam Neveviut rahimullahu taala, i cili në këtë libër ka përmbledhur ajete nga Kurani fisnik dhe hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me të cilat janë ndriçon besimtarit rrugën dhe udhëtimin e tij drejt Allahut subhanahu wa taala. Edhe sot jemi në hadithin 664 me radhë që nga fillimi i librit, hadithi i dytë në këtë kapitulli që flet për detyrën dhe obligimin që ka besimtari musliman, që duhet të ndëgjon dhe t'i bindet pushtetarit musliman kur ai e urdhron në gjëra të mira, dhe se nuk duhet t'i nështrohet atij kur ai e urdhron në mëkat. Thot Imam Neveviu rahimahullahu taala, an Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu قال: كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على سمع والطاعة يقول لنا فيما استطعتم متفق عليه. Thot Abdullah ibn Umar ibn al-Khattabi radiallahu anhuma, kur i jepnin beslidhjen pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për ta dëgjuar dhe për t'ju bindur atij, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thoshte në gjëra që keni mundësi. Këtë hadith e transmeton Buhariu dhe Muslimi në dy sahihet e tyre. Jemi duke folur për çështjen e mundësisë, gjërat të cilat i japin fesë islame madhështi dhe e bëjnë këtë fe të përshtatshme për të gjitha kohrat dhe vendet. Andaj feja islame, si në kaluarën, ashtu edhe sot, ngelet atraktive për krejt njerëzimin. Njerëzit, kur fillojnë me lexu për islamin dhe me mësu mësimet e islamit, e shohin se është shumë e lehtë për t'u pranu dhe për t'u zbatu. Dhe për këtë shkak, të gjithë ata që lexojnë për islamin, edhe ata që mundohen me gjetë vërejtjen e islam, edhe ata që lexojnë për islamin, që të mësojnë islamin, në fund të gjithë ata që janë sinqert, nuk mundet me përfundu ndryshe përveç se duke pranu islamin. Dhe kur folim për mundësin, ishim duke sqaru disa mësime dhe sqarime të Imam Neveviut rahimahullahu taala në lidhje me mundësin. Dhe Imam Neveviu rahimahullahu taala, kur e shëron të hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur t'ju urdhëroi për diçka, zbatone atë me atë që keni mundësi. Thot ky hadith përputhet me ajetin kuranor ku Allahu dhujela thot: fattakullaha mastata'tum, keni frikë Allahun me atë sa keni mundësi. Përputhja mes këtij hadithit dhe këtij ajeti kuranor
sa që edhe rënditja e fjalive përputhet njëra me tjetën, përveç tjerave tregon edhe një gjë që është karakteristike për të gjitha ajetet kuranore dhe hadithet pejgamberike të sakta, se ato përputhen njëra me tjetrën. Dhe se çdo herë që neve na duket se ka një mos përputhje mes ajeteve kuranore dhe hadithet të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kjo ndodh për shkak të kuptimeve tona të mangëta, ose të ajeteve kuranore, ose të haditheve pejgamberike, ose për shkak se ato hadithe me të cilat dikush mundohet me i demantu ose i kundërshtu disa ajete kuranore, dalin se nuk janë të sakta apo janë të trilluara. Dhe për këtë arsye dietarët musliman kanë shkruar libra të shumtë ku i kanë sqaru këto mos përputhje në shikim të parë. Neve na duken se nuk ka përputhje mes këtij ajeti dhe këtij hadithit, edhe kanë shkruar ulemat libra që me sqaru se s'ka mos përputhje mes kësaj dhe kësaj, po ka keq kuptim. Andaj njëra prej librave që quhet Ta'wilu Mukhtalif al-Hadith, sharimi i haditheve mos përputhse mes vete, e bëjnë një gjë të tillë. Edhe normalisht dietarët musliman vazhdimisht janë mundu me sqaru këto gjëra që me qenë të qarta për besimtarët dhe mos me lënë paqartësi në këtë temë. Andaj edhe Imam Neveviu rahimahullahu taala në këtë drejtim me jep këto sqarime për me tregu se ajo që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk del nga suazat e asaj që ka thonë Allahu subhanahu wa ta'ala. E tani mbetëm të pjesa e dytë, ku tha Imam Neveviu rahimahullahu ta'ala, wa amma qawluhu ta'ala fattaqullaha haqqa tuqati, ose ittaqullaha haqqa tuqati, sa i përket ajetit kuranor keni frikë Allahun me një frikë të vërtet, të të fefiha madhhabani. Në këtë ajet kuranor ka dy shkolla të mendimit. E para, disa dietar kanë thonë, fa innaha mansukhatun bi qawlihi ta'ala fattaqullaha mastata'tum. Një grup i dietarëve kanë thonë se ky ajet është abrogu, është pezullu kuptimi i këtij ajetit me ajetin që lezu më herët, keni frikë Allahun më aq sa keni mundësi. Mesela e abrogimit, e nasikhu wal mansukh, ajetet që pezullohet gjykimi i tyre me ajetet që vinë më pas, është temë specifike e veçantë për shkencën e usuli fikut dhe shkencën e hadithit. Dhe është temë që me te merren vetëm ekspert e veçantë, sepse gjatë leximeve tona mund të hasim shpesh herë pretendim për abrogim, dhe kjo është zgjidhja më e lehtë të cilin e zgjedhin dietarët her pas here për ta sjellë një vendim. Kur, sikur se përmendëm pak më herët, ku dikujt i duket se ka mos përputhje mes një ajeti dhe tjetrit, apo mes një ajeti dhe hadithit, apo mes një hadithit dhe hadithit, mënyra më e lehtë për ta zgjidhur një problem është pretendimi se ky ajet apo ky hadith janë të abroguar. Besoj që keni qartë kuptimin e termit abrogim. Domethënë, kuptimi i parë ose ajeti i parë nuk vlen kuptimi i atij ajetit, po kuptimi i ajetit të dytë është ai që e ka anulu kuptimin e ajetit të parë. Mirë po, shumica e madhe dietarëve maksimalisht ruhen dhe e shtyn pretendimin e abrogimit. Nuk marrin dhe të guzimin me thonë ky ajet është i abroguar me këtë ajet, ose ky hadith është i abroguar me këtë hadith. Por mundohen ato me i përputh mes vete me analizat e thella që i bëhen ai argumentit fetar, ajetit, hadithit e kështu me radhë. Andaj Imam Neveviu rahimahullahu këtu i përmend tash mendimet e dietarëve
në lidhje me këtë mos përputhje që ju ka duk dikujt, mes cilit ajet dhe cilit ajet. Mes ajetit par, ittaqullaha haqqa tuqati, keni frikë Allahut me frikë të vërtet, dhe ajetit të dytë, ittaqullaha mastata'tum, keni frikë Allahut me aq sa keni mundësi. Një ajet kërkon që na të kemi frikë të plot ndaj Allahut, do të s'ka këtu mundësi pyetje, po duhesh deri në fund me tut Allahut. Ajeti dytë thotë jo, sipas mundësive tuaja. Edhe kur dikujt pi hoxhallarëve të kalumen, edhe dikujt pi besimtarëve sot u duket se ky ajet edhe ky ajet nuk përputhen njëra me tjetrën, dikush ulema ka thonë që ajeti i dytë, domethënë këtë rast ajeti i parë fattaqullaha mastata'tum, keni frikë Allahun sa të keni mundësi, e ka abrogu kuptimin e ajetit të parë, keni frikë Allahun me frikë të vërtet. Mirë po, ulemat tjerë kanë thonë, jo, hiç nuk është e vërtet kjo. Ajeti parë edhe ajeti dytë nuk kanë kundërthonje mes vete, nuk kanë mos përputhje mes vete. Thot, wathani, mendimi i dytë, wa huwa as-sahihu au is-sawab, edhe kjo është mendimi i saktë, se wa bihi jazama al-muhaqqiqun, edhe në këtë mendim kanë insistuar dietarët, do të e specializuar në këtë lëmi, enha leysat mansukha. Nuk është e abroguar, nuk është i pezulluar kuptimi i këtij ajetit. Po çka do të thonë? Thot bel qauluhu ta'ala, fjala Allahu xhelal, fattaqullaha mastata'tum, keni frikë Allahun sa të keni mundësi, shive. Thot hiya mufassiratun wa mubayyinatun lil muradi biha. Është komentim dhe sqarim i kuptimit të ajetit të parë. Do kur thot Allahu i madhëshëm, keni frikë Allahun me frikë të vërtet, ajeti i dytë është me aq sa keni mundësi. E sqaron kuptimin e frikës së vërtet. Shkon edhe e imtson, jep sqarim shtesë. Andaj dhe ulemat kanë thonë, wa haqqa tuqatihi, frika e vërtet do të thonë zbatimi i urnave të tij dhe largimi prej ndalesave të tija. Shihë tash edhe Imam ju, thot e Allahu nuk urdhron asgjë për te mundësive të njeriut. Që tash e bën sharimin, nëse frika e vërtet është zbatimi i urnave dhe largimi prej ndalesave, atë na e dim se Allahu nuk urdhnon përveç atë që ka mundësi njeriu me bë. Edhe andaj s'ka kur një farë mos përputhje me ajetin e parë dhe ajetin e dytë, sepse Allahu ka thonë la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allahu se ngarkon asnjë njeri për te mundësive që ka, dhe thot wa ma ja'ala alaykum fi d-dini min haraj, nuk ju ka bo juve asnjë ngarkesë në meselet e fesë. Subhanallah. Që këtë citat që tash na e lexuam edhe përkthym fjalë për fjalë, jemi të lexuar librin e Imam Neveviut rahimahullahu taala Riyadus Salihin, edhe sollëm një sqarim të Imam Neveviut të hadithit, jo këtij hadithi që kemi kapitull, po hadithit kur t'ju urdhëjmë një gjë, zbatoni me aq sa keni mundësi, i cili gjendet në Sahihun e Imam Muslimit dhe Imam Neveviu rahimahullahu taala e bën këtë sqarim në librin e Sahihut Muslimit. E kuptojmë na sot që jetojmë 1000 vjet mas, se çfarë thesari akademik, intelektual dhe shkencor në kanë lënë këta ulema. Edhe realisht përveç soj pasurijet madhe akademike e intelektuale që në kanë lënë, na e kena marrë përsipër edhe një borxh të madh ndaj tyre. Sepse të mësu prej asaj që kanë lënë ata mas neve, ne pa tjetër e kemi me një vetëm borxhlin ndaj tyre që me bo dua që Allahu t'i shpërblend për shërbimin që kanë bo Islamit, e t'u ngrit gradat atyre në xhenet. Se me të vërtet këto thjeshtësime dhe këto sqarime janë ndihmojnë secilit musliman, e mos flasim
për talebet e hoxhallarët e dietarët e ndihmojnë shumë në rrugtimin e tij për ta kuptuar dhe për ta mësuar fenë Allahut subhanahu wa taala. Dhe shohim na muslimanët se me të vërtet kemi dhënë një numër jashtëzakonisht të madh të dietarëve dhe shkencëtarëve, të cilët janë marrë me Kur'anin dhe Sunetin dhe rregullave që kanë dalë prej Kur'anit dhe Sunetit dhe kanë ofruar një sistem të diturive dhe shkencave që është e veçantë për fenë islame. Dhe si gjen askund në botë, dhe të asnjë fe prej feve që i ka bota. Sikurse meselën e usuli fikut, sikurse meselën e shkencës hadithit, po edhe shkencat tjera. Do të është te mase e veçantë, nuk e gjen sistematizim tillë kërkon. Në asnjë fe dhe në asnjë filozofi. Edhe kjo është njëra prej momenteve që del në shesh e përsia e islamit. Dhe që neve si musliman që jetojmë shekullin e 15 hijretit, duhet me na bë krenar me këtë fe, dhe në momenti që na bisedojmë me të tjerët, me pas krenarin e përsin, edhe kjo neve me na shty për para, me na dhënë vullnet, u ballafaqu me xahiletin dhe kufrin që tenton me dominu sot. Gjithashtu, prej mësimeve dhe porosive që dalin nga ky hadith, është rëndësia e butësisë, kujdesit që duhet ta kemi me njerëzit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e shfaqi këtë kujdes të tij, sikur se ka shfaqur në të gjitha situatat e jetës së tij edhe në këtë moment, ndaj besimtarëve. Muslimanët ishin të gatshëm me zbatu çdo urdhën të Allahut dhu xhelal edhe çdo urdhë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe këtë gatishmëri e shprehen nëpërmes kësaj beslidhjeje, bej'as, që edhe kjo është prej koncepteve të veçanta që i ka Islami. Që paramendoni para 15 shekujve ofron një marrëveshje sociale mes popullit dhe pushtetit. Për me kuptu thellësinë e këtij momenti, na duhet më kthy 15 shekuj mas, edhe me kuptu se si ka qenë qeverisja në ato kohra me popujt e ndryshëm. Dhe se cilët janë konë të drejtat e shoqërisë ka që i pushtetarëve të tyre. S'ka pas ku një farë të drejta popullin e pushtetit. Pushteti që ka qenë principata ose mbretëri e kanë marrë me dhunë dhe fuqi pushtetin dhe e kanë imponu popullit dhe ata e kanë pranu dhe s'kan pas ku një farë të drejte. E Islami vjen edhe këtë raport të shoqërisë me pushtetin e ndërton mbi parime, mbi rregulla. Edhe ofron këtë marrëveshje mes popullit dhe pushtetit, që s'ka qenë as e andrume tek populli që ka jetuar në atë kohë, që dikujt më shku menja me thonë e ka dalë vetë që je mbreti jem, princi jem, çfarë obligime kiti ndaj meje? Edhe të janë obligimet e mia ndaj teje. S'ka pas këti lloj andre, jo më muhabeti. Pse? Unë e ku marrë pushtetin e këtij vendit me ushtarët e mi, ju e keni borç me pagujt taksa, edhe unë e bëj çka du, se ves kërkan, edhe e menaxhoj situatën si du vetë. Unë dhe ushtarët e mi. Mirë po, vjen Islami ofron shumë komponente të rëndësishme, mes tyre edhe këtë marrëveshje, që në gjuhën e fesë quhet beja, ajo që na e quajmë beslidhje. Jean-Jacques Rousseau, shumë shekuj mas, ka folë për një sen që quhet marrëveshje sociale. Një marrëveshje mes popullit dhe pushtetit, shumë shekuj mas. Edhe sot këtë kur flasin për raportet e shoqërisë me pushtetin,
e përmendin Rousseau si një prej filozofëve dhe figurave të rëndësishme që ka një kontribut të madh në zhvillimet politike të një shoqërie. A na këtë marrëveshje mes popullit dhe pushtetit e kemi shumë shekuj përpara nëpërmes këtij aktit që quhet beslidhje, beja mes popullit dhe shoqërisë. Edhe sot del dikush neve me na tregu se Islami është i përpambetur dhe se Islami është rrezik për shoqëritë tona, e sidomos ai islam politik synon me marrë pushtetin dhe me islamizu shoqërinë, gjëra që normalisht nuk qëndrojnë askund, por realisht me pas fuqi muslimanat që më ofru të mirat e islamit shoqërive tona, kjo nuk e nderon islamin se i nderon vetë ata njerëz, atë shoqëri dhe atë shtet. Vetëm ata fitojnë atëherë kur do jetë islami burimi i qeverisjes atyre shteteve dhe popujve. Ashtu sikur se e gjithë bota, jo vetëm muslimanët, kanë fitu nga qeverisja islame shekuj me radhë kalumen, ashtu edhe sot, edhe në të ardhmen, momentin që do i jepet mundësia me qeverisë islami, kanë me apo hajrin njerëzit, shoqërit, edhe shtetit e ndryshme në botë. E tani, në këtë beslidhje, që është temase e veçantë tek mendimi politik islam, tek raporti i shoqërisë me pushtetin, dhe në shesh edhe një komponent ku pushteti nuk shikon me çdo kusht me nënshtru shoqërinë, edhe me imponu vendimet dhe rregullat e veta pa asnjë mëshirë ndaj tyre dhe pa asnjë kujdes për nevojat e veçanta të tyre. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë moment kur njeriu tregon gatishmërinë për t'u nënshtruar 100% pejgamberi sallallahu alaihi wasallam si i pari i muslimanëve, si pushtetar në këtë rast, del Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe i thot popullit, bëjeni një kusht në këtë beslidhje, thoni në gjëra që kena mundësi me i bë. Që mos vjerë momenti që unë me i urdhnu me një gjë, e ju mos me mujt me zbatu edhe me qenë gjunaqar. Sepse nuk e vendose këtë kusht. Nëse na themi, na e japim besën që dhe ndëgjojmë emirin ton në çdo gjë, nëse emiri të urdhnon të hudhesh nga një kodër e lartë 200-300 metra, ti dush më hudh. Ose të hudhesh në zjarr, nëse të urdhnon emiri të hudhesh në zjarr, ti dush më hudh. Ama ku thush në gjëra që ka mundësi mi bo, atëherë thu katar se kjo është e pamundshme, se kjo është vetvrasje. Edhe mos zbatimi i këtij urdhit nuk të bën ty mëkatar, sepse është një kërkesë që ti s'mundesh me e bë. Edhe këtu do shesh ajo që e bën të veçantë pushtetin islam, se nuk është qëllimi i qeverisë, i parlamentit, i një pushtetit, sjell ligje me të cilët e ngarkon qytetarin me ngarkesa, detyra dhe obligime, vetëm, po qëllimi i pushtetit në islam është sa ma mirë edhe sa ma shumë me shërby qytetarin. Jo me marrë për qytetarit, po me i dhonë qytetarit. Edhe nëse analizojmë sot termin se qeveria është servis i qytetarit, shërbim i qytetarit, teoretikisht kështu thuhet në politikë sot. Ama realisht të gjithë na e kuptojmë se politika e sotit është mënyra më e thjeshtë për t'ia nxjerrë yndyrën qytetarit, për ta zhvesh nga të gjitha të arriturat e veta personale çdo qytetar. T'u ja marr pasurinë, t'u ja cenu lirinë, t'u ja kufizu drejtat,
Edhe në vend se pushtetit janë shërbim qytetarit t'ja leton jetën, edhe t'ja shton komoditetin, bëhet e kundërta, vjen pushteti që e rrit komoditetin e vet duke e përdor popullin si burim të furnizimit të tij. Për shembull, shteti jon këtu në Maqedoni. Vetëm të ardhunat sigurta që i ka janë taksat dhe doganat. Nuk ka ndonjë prodhim industrial të madh, ndonjë zhvillim industrial teknologjik të madh, i cili sjell të ardhunat mëdha. Edhe normalisht është bujqësia deri dikon, se blegtoria nuk është edhe aq e zhvilluar. Mirë, po taksat dhe doganat. Edhe taksat dhe doganat çka do të thonë? Do thotë në çdo lëvizje tregtare që e bën ti si njeri, ai cakton një pjesë të madhe të asaj pasurie që qarkullon me atë tregtime ta marrë shteti. Ju e dini sikurse është tatimi i vlerës shtunë 18%, tatimi në fitim 19%, dhe tatimet tjera, domethënë taksat akcize që janë të mallrave të veçanta, ku ta shoh shteti thotë prej 30 deri në 50% shteti prej të gjitha transaksioneve financiare ti merr. Edhe për atyre pareve tuja që ti bën biznese, lëvizje, ai e mbush arkën e buxhetit, që pastaj me ato të parë të buxhetit ti pagun pagat administratës shtetërore, të gjitha ministrive, dhe normalisht bën planifikime për zhvillime kapitale, për ndërtim infrastrukturor, për zgjerim urban edhe zhvillim, do thot, ekonomik. Çka ndodh? Këto ato parë që mblidhen, që është vlera buxhetore që të na sa ka mri 5 miliard, 4 miliard, 5 miliard. Disa shtete do më thonë pak ma shumë, pak ma pak, shtetet të mëdha gjithashtu ma shumë. Vjen puna që krejt e planifikim buxhetor që ndodh, sikur se e dinë të gjithë që përcjellin, çdo planifikim buxhetor ka rebalans buxhetor. Rebalansi çka do të thonë? Rishqyrtimi i planifikimit, sa kena me marrë në buxhet edhe ku kena me harxhu. Se gjëre që dalën ata me planifikim buxhetor 5-6 miliard për një vjet, e shohin se ato shifra, ato cifra janë të fryme veç për konsum elektoral, dhe se ato nuk mund më umri, edhe normalisht nëse ti ke thonë unë do i mbledhi si vjet 6 miliard, edhe ti e shef prej kvartalit të parë se s'po mlidhen, për shembull se ti e ndan 4 kvartale, 12 muajshin, e ndan 4 pjesë nga 3 muaj, edhe ti e shef se në kvartalin e parë nuk mundesh me mbledh 1 miliard e gjysmë, që do thotë se mundesh me mbledh 6 miliard brenda vitit, edhe bën rebalansin edhe shumë gjëra që ke planifikuar ti, që brenda vitit 2026 kemi realizu, derisa s'mundesh me realizu se s'ki pare. Edhe bën rebalansin e parë. Edhe reduktohen shumë planifikime, edhe sipas atyre ngelin ato më të rëndësishme. Po me konë që kalon një buxhet me një rebalans, apet thu, hajde koft. Po s'ka unë me sa kam përcjell si laik i kësaj pune, nuk ka ndodh më një mandat një vjeçar pa kalu me 2 rebalanse, kanë herë me 3 rebalanse. Për me tregu se ata ti marrin parët, premtojnë, e shumicën e asaj që premtojnë nuk e realizojnë, edhe me rebalans e arsyetojnë vetveten se këtë ai premtim u haru, s'mundet më realizu. Edhe andaj, prej premtimeve elektorale dhe në realizimin konkret, na duhet me përcjell çdo vjet planifikimin buxhetor edhe rebalansat e këtij planifikimi buxhetor për me kuptuar se nëse realizohet 30% e asaj që është thonë, është shumë sukses i madh, po pikpyetja dhe ajo realizohet. E tash, çka ne kuptojmë me këtë? Kuptoj se disa xhamat thënë
Pse mu përzime për ti? Kjo është tamam temë politike. Edhe nëse nuk sharohet me aktualitetin tonë, fakisht atër feja nuk qenë ka aftë me në dhoneve udhëzimet e duara njëtën tonë. Qa kuptojmë me këtë? Kuptojmë se këto shtetet moderne do të mundohen, flasë për të na në Balkan sidomos, me marë nga pushtetari taksat edhe mos me ofru ati asgjë. Për shembull, në pjesë e këtyre taksave që i marrin ata, për shembull taksa komunale, me siguru qasje në ujësjes, qasje në distribuimin e rrymës, qasje në kanalizim, me pas rrugët funksionale, ndryshim rrugor. Në gjithë lagjet tona dhe vendet tona kena përherë probleme me këto shërbime do të komunale që duhet shteti me ofru qytetarit. Normalisht nuk ka, kjo është teme e gjanë edhe faji është i përbashkët mes qeverisjes dhe popullit, që kemi sharuar në shumë të bime, shumë me gjizë tjera, mirë po, ajo që është konstatimi përfundimtar është se pushtetit e sotit marrin nga populli, edhe atë që marrin nga populli nuk ja kthejnë popullit, por e majnë për vete. Edhe të gjitha aferat korruptive për tenderat që jepen, në mund na kemi atë shumë afera korruptive brenda çdo vitit për çdo takëm qeveritar që s'ka nevojë me pru argumente për me thonë se për me ata mëse me i kthy parët në popull, ata po i marrin parët me vete dhe po i ikin për shtetit, siç ka ndodhur me shumë politikanë të kaluam. Edhe ka me vazhdu me ndodhë kështu derisa nati që erim syt e të vetëdisohemi, të bëhemi na mirë me Allahun, të vetëdijshëm për rrethonat tona dhe të kontribojmë secili nga kandi i vet për të ndryshuar gjendjen. Koha që kishim disponim na përfundoi, këtu do ndalemi inshallah taala duke që të vazhdojmë në dersën e ardhshëm aty kena mbet, duke lutur Allahun na e vjetë të bëjmë dhe vepra të mira, na jap sinqeritet në fjalë dhe vepra, dhe ashtu se na ka bashkuar në këtë mezhlis me mësu këto hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allahu i madhëshëm na bashkoft me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam jannatul firdaus. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu ala Muhammedin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.